Vajzat e klubit të handbollit Shqiponia në Gjakov të shtunën do të zhvillojnë ndeshjen gjysmëfinale ndaj handbollistëve të Istogut në kuadër të Kupës së Kosovës në handboll. Për përgatitjet e ekipit për ndeshjen e nesërme, foli trajneri i Shqiponias Mahmud Sadiku. Përgatitjen kanë shku nivelin më të lartë, që prej fillimit vitit e kemi prit kupën, e kemi prit edhe play-offin në garat të rregullta, kështu që na jemi të gatshëm për fitore edhe të shkojmë finale me cilën do ekip të fiton ekipi kundërshtar tjetër. Sidomos të vajzat jenë të motivuar deri në maksimum. I kemi 6 përforcime të jashtme që i kemi edhe Orgesa Golën që e kemi kthye, edhe kapitenin Alma Nivokazi që kthyn në ekipin e Shqiponias. Po ashtu rreth kësaj gare tregoi edhe kapitenja që u rikthye në Gjakov. Ne si ekip e dim kë kemi përballë, kemi një ekip si Istogu që ka dhe përforcime nga jashtë, por unë besoj shumë tek vajzat, edhe te puna që kena bërë që kena më kualifiku, edhe pse jo me fitu dhe Kupën e Kosovës. Ndeshja gjysmëfinale ndaj Istogut do të zhvillohet me fillim nga ora 14 në palestrën Bill Clinton në Ferizaj, ku fituesi i kësaj ndeshje pret në finale fituesin e ndeshjes Samadrajqa Ferizaj, që zhvillohet po ashtu të shtunën nga ora 18 në të njëjtën palestër.